28 nëntor 2025 është titulluar ekspozita e çelur nga koleksionisti Mirgen Shambli me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë. Ai ka prezantuar në disa stenda materiale fotografike, filatelike dhe dokumenta të ndryshme, të cilat nxjerrin në pak momentet e rëndësishme që lidhen me pavarësinë e Shqipërisë. Është një ekspozitë që cilësoj nga më të veçanta në koleksionin tim. Materialet janë kryesisht fotografike, filatelike, janë medalje, urdhra, ftesa përvjetoresh, fotografi të ndryshme të personave historik. Ekspozita fillon me aktin e pavarësisë. Dhe është një fotodokument, sepse akti origjinal fatkeqësisht nuk e kemi. Është një botim i vitit 37 i Lefnosit, i cili paraqitet në fotodokumente në fillim. Dhe janë momentet e para, mund të themi momentet e para të pavarësisë, delegatët që shkojnë në Vlorë. Është një ngatresë historike, sepse në vitin 12 nuk ka patur fotografi të momentit të pavarësisë, siç e theksojnë dhe historianët. Dhe kemi në vitin 1913, është përvjetori i parë që festohet dhe janë momente të cilat përdoren, gabimisht në 12. Dhe vazhdojmë më poshtë me delegatët firmëtarë të Korçës, të cilët janë 6, i dim të gjithë, nuk ka nevojë të përmendim emrat. Fillon me kartolinat e tyre, ka autografe të delegatëve, fotografi të ndryshme dhe kalojmë tek emisionet postare të shtetit shqiptar. Pjesë e ekspozitës janë bërë edhe medaljet dhe urdhrat e dhëna nga shteti shqiptar me rastin e 50 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, si dhe urdhrat e dhëna po nga shteti pas viteve 90.